Nganjëherë ne mund të shkojmë në ambiente të ndryshme, subjekte të ndryshme private dhe mjaftojmë vetëm atë që na rrethon, takojmë dy miq atje, përshëndetemi, kamarieri e shumta dhe kaq. Por, nëse ndalemi më shumë, është fjala për Grand Hotel Europën, pra jo vetëm thjesht jojmë një kafe te holli, por gjithë ata që janë fatlumë dhe janë vizitorë, ne kemi treguar në transmetimet tona se edhe nëse je vizitor flen një natë në Grand Hotel Europa, qëndron, akomodohesh, kushtet një mrekulli më vete. Fantastike. Por jo vetëm tek dhoma numri që ke ngjitesh, zbritesh e të tjera, po ti mund të ndalesh te kati i tretë i Grand Hotel Europës. Çfarë ka te kati i tretë? Ua, një super muze të bukur me veshje kombëtare. Muze te kati i tretë, vërtet. Duke sikur, po si ka mundësi muzeu në katin e tretë të një hoteli? Po pra, po të thënë që janë vendosur me kaq gusto dhe shije dhe të emërtuara veshjet. Por për një informacion më të plotë, ne kemi thirrur dy zonjë të nderuara, të cilat janë njëherësh edhe studiuese, kanë lobuar për veshjen e Zadrimës për të hyrë në UNESCO, nga ana tjetër kemi edhe lobimin për xhubletën që tashmë e kemi në UNESCO, pra janë të dyja zonja të nderuara që do të na japin një shpjegim mbi vlerën e këtyre veshjeve dhe të gjithë ata që vinë pinë kafe. Shpresoj të rritet kurreshti apo ngjitur në ascensor deri në katë tretë, jo nga shkallë, ka ascensor. Janë 2-3 ascensor në dispozicion të Grand Hotel Europës dhe gjithë dhe shkoni katin e tretë, shkoni atë muze. Ndjekim reportazhin. Dhe ne kemi kaluar në një rubrik tjetër mjaft interesante që vjen bukur në këto ditë festash, pasi jo çdo vëmendje duhet të dedikohet ndaj festimeve, zbukurimeve, ëmbëlsirave, ka dhe gjëra që na lidhin me kulturën e vendit tonë, me traditat tona të bukura që është bukur në këto ditë festive të ndalemi pak tek këto dhe jo vetëm në ditë festash. Festa tradicionale siç ndodh zakonisht në datat të caktuara. Ndodhemi në një mini muze të ndryshe në ambientet e Grand Hotel Europës në katin e tretë. Në të gjitha këto korniza janë vendosur shumë hishëm veshje tradicionale të vjetra, të cilat nuk i përkasin vetëm Shkodrës, po kemi edhe të Malësisë së Madhe, po kemi edhe të pjesës së Zadrimës. Dhe ne kemi ftuar dy zonja të nderuara, të cilat me profesionalizmin e tyre, duke qenë se është një fushë që ato e kanë studiuar gjerësisht, të marrim një informacion të kuptojmë më mirë vlerën e objekteve që ndodhen këtu në katin e tretë të Grand Hotel Europës dhe çdo vizitor që vjen për të qëndruar, për të shijuar një kafe, është totalisht i lirë për të ngjitur deri në katin e tretë dhe shijuar këtë mini ekspozit me këto veshje shumë origjinale. Le ta fillojmë me zonjën e parë, studiuese Rita Kalaj Shkurtaj. Rita, rishikohemi nga emisioni Aerom Shkodër në emisionin Tato. Kemi shumë kënaqësi të kemi pjesën tonë në këto mesazhe të vjedhura, në këto shpjegime me mjaft vlerë që ne i ndajmë të gjithë teleshikuesit, e për më tepër kur bëhet fjalë për xhubletën. Është kënaqësi vazhdimisht të jem në prezencën tuaj, në televizionin tuaj dhe në një farë mënyrë të më krijohet gjithë kjo hapësirë për të promovuar vlerat tona kulturore dhe as më tepër etnografinë e pasur të malësorëve të veçantë, pasi tashmë është pjesë e UNESCO-s dhe i paraprin të gjitha veshjeve shqiptare, qoftë nga lashtësia, qoftë edhe nga ato vlerat kulturore që trashëgojmë nëpërmjet saj. Nëse do merremi me këtë xhublet që ndodhet këtu, për t'u shpjeguar të gjithë teleshikuesve, të cilët nga kurreshtja mund të ngjiten dhe ta shikojnë atë nga afër, si mund t'i japim një shpjegim? Atëherë fillimisht dua të përgëzoj pronarët e këtij hoteli ka është rëndësishëm për Shkodrën, sepse në një farë mënyrë përfaqëson edhe ato, si thuash, atë bashkohore, e cila mjaft mirë bashkëtohet edhe me këto vlera kulturore, dhe është një gjetje shumë e mirë për të promovuar njëkohësisht edhe trashëgiminë kulturore nëpërmjet këtij luksi, nëse mund ta quaj kështu. Quhet luks, sepse është veshje 4000 vjeçare dhe normalisht kostoja e një veshje të tillë në ditët sotme ka shkuar e lartë. Është tashmë ty kanë se këto veshje duan një kohë të jashtëzakonshme për të punuar, dihet që dhe se më thon, jo vetëm kostoja, por edhe vlera e tyre tashmë është gjithnjë më në rritje. Dhe për këtë arsye unë e vlerësoj sepse çdo ekzemplar që vjen dhe promovohet për publikun shqiptare jo vetëm, në një farë mënyrë bën atë, si thuash, i krijon një mundësi të promovojë nëpërmjet kësaj gjetje, që tashmë është edhe si një ekspozit e gjallë,
Dhe nga ana tjetër, një farë mënyrë i bën edhe një shërbim kësaj vlere kulturore nëpërmjet këtij promovimi. Është e vërtetë. Këtu ndoshta duheshin edhe elemente të tjera që dhe mund të pasurohen me kalimin e kohës, por këto ekzistuese që janë, a mund të bësh një emërtim të tyre? Atëherë, kjo xhublet hyn në ato xhubletat më të vjetra. Dhe si e tillë, kjo ka shumë elemente për të cilat ne mund të flasim dhe ajo që ka më tepër vlerë për sa i përket edhe rëndësisë së xhubletës është kjo kapica, e cila në një farë mënyrë shpjegon gjithçka që lidhet me pjesën e identitetit të malësorë, sepse kjo kapicë është e vetmja veshje që e mban është xhubleta. Pra vetëm nëpërmjet xhubletës mund të identifikohet kjo. Pra vendoset në pjesën e ballit të Rita, për të gjithë teleshikuesit, vendoset këtë pjesën këtu. Dhe kapica në elementet e saj përbërëse, siç e shikoni, ka disa harqe dhe ajo çka ne mund të themi për të është fakti se gjithmonë janë ruajtur ato trashëgimia e hershme kulturore, ku janë trupat qendror, kena hanën, diellin, yjet. Të vendosur atë pjesa e kapicës. Pra edhe një herë kena hanën, diellin edhe yllin, që në një farë mënyrë nëpërmjet tyre ata kanë krijuar edhe ato bestytnitë e tyre, kanë krijuar edhe ato identitetin e tyre, kulturën shpirtërore e gjithçka tjetër që lidhet me bestytni dhe besimin që kanë pas malësorët nëpërmjet petkut të saj. Pra në një farë mënyrë kanë krijuar një formë mbrojtje nga trupat qellor. Sepse nëpërmjet vendosjes së tyre ata kanë fituar edhe besimin dhe dashamirësinë e këtyre trupave qellor. Nga ana tjetër ne kemi rrugën, kemi pjesën e kraholit, shtatën e xhubletës, kemi dhe postavën, kemi dhe shaminjat. Atëherë të pjesa e shtatit të xhubletës ne vëmë re edhe pse shihet krejt pak, kemi disa punimet që janë vërtet me shumë vlerë dhe janë shumë të rralla, edhe pse në xhubleta, nga xhubleta në xhublet, ndryshon çdo lloj punimit, sepse secila vajzë është munduar të nxjerrë në patë stilin e vet të punës. Dhe në këtë rast. Dhe dy xhubleta një lloj nuk janë gjetur asnjëherë. Asnjëherë. Dy xhubleta një lloj jo. Pra kjo nuk ka një shoqe tjetër. Rëndësia e kësaj xhublete është se kjo xhublet na vjen në pjesën më të madhe të punës ose se thuash asaj elementeve të hershme të saj, na vjen vetëm me tirg dhe me spik. Janë ivat e xhubletës që shihen dhe nëse i vjen një re, këtu kemi edhe punimet që janë me spik që krijohen këto rrypat, e thënë me gjuhën letrare. Dhe pastaj ngjiten në pjesën dhe të cilat lidhen me njëra tjetrën dhe krijojnë këtë sfond që në një farë mënyrë shumë herë e gjejmë të përkufizuar si këmban, e gjejmë të përkufizuar si një si thuash si një mal që bashkon si thuash krahinën me krahinë, sepse vajza vjen nga xhenia, nga shtëpia e babës dhe shkon te shtëpia e burrit. Ama kjo tregon edhe atë fisnikërinë e gruas në petkun e xhubletës. Elementet e saj e bëjnë të dallueshme, sepse ajo merr elementet e fisit nga vjen, i vendos te xhubleta dhe bën dallimin te fisi ku shkon. Pra në lozje. Sa bukur, bravo. Në pasi i thon atje dhe kështu që në një farë mënyrë ajo mundohet të bëjnë më të mirën e saj për të bërë atë dallimin që quhet mshenjshuqe. Bravo. Rita, një pyetje, shoh që ka 3 ngjyra, jeshile, bojroze ndezur dhe vishnje. Ngjyra ka të bëjë me moshën e gruas kur i vendos ato shami? Shiko, shamijat janë elemente shumë të vona, ne më herët xhubleta ka pas vetëm rruba e leshit. Dhe nëse duam të themi se cila është rruba e leshit për këto, është vetëm kjo. Rrubat e mnashe dhe rrubat që sot ne i kemi, nuk janë ato elementet original të saj, megjithëse ne i përdorim sepse në një farë mënyrë janë më të dashtuna me i përdor. Po, janë më festive, por eventet po ne i përdorim. Po, tjetër, kjo rrugë, pavarësisht se duket shumë e hollë, kjo është punuar me të zgjatë. Pra këto janë punuar me porosi në zonën e Zadrimës. A Kelmeni i ka marrë në Zadrim, nuk është se i ka prodhuar vetë? Më vonë janë krijuar dhe punishte në Shkodër, ke parasysh ato pëlhurat e para që punon nga eznafet e Shkodrës, por kjo është gjithmonë shifet edhe me sy të lirë që është rrugë leshit. Dhe këto janë kënd të veçanta. Pjesa e ngjyrave dallon sepse pjesa malësisë së madhe e ka pas nga kryesisht të bardhen me nuancat e luleve, kurse pjesa e duke gjenit ka pas më tepër ngjyrën e jeshile, ngjyrën e bluhe, do të thënë disa ngjyra që janë
pak më të theksume, në mënyrë sepse terreni vetë ka bën që ato të kenë një mundësi të shihen nga larg. Këto janë disa dallimet që e bëjnë xhubletën ose tipologjinë e xhubletës të ndryshojnë nga një tipologji në tjetrën. Unë e di që informacionet e tua do na mbanin këtu një javë bilet më duket edhe pak, për fluksin e madh të informacionit që ke, për studimet që të kanë kushtuar vite të tëra jete, ku je dedikuar xhubletës dhe ti simbolikisht identifikohesh se studiuesja e xhubletës. Pra nëse dikush dëshiron të bëjë një projekt apo një punë lidhur me xhubletën, telefonata e parë patjetër që i bëhet e zonjës Rita Kallajshkurta. Nëse ke një urim të fundit për gjithë teleshikuesit? Urimi im është uroj që 2026 për gjithë shqiptarët anë e mbanë botës kudo ku janë të jenë të lumtur, të trashëgojnë ndërbrezat o vlerat që kanë pas shqiptarët nga lashtësia deri në ditët tona, të kenë pas shëndet e begati në familje, të punojnë me djersën e ballit, të punojnë me dashuri për njëri tjetrin dhe të vlerësojnë atë dhëun e tyre. Faleminderit, mbarësi dhe një vit i mbar edhe për ju. Faleminderit. Dhe nga xhubleta do të kalojmë te veshja e Zadrimës, ku për të folur rreth kësaj veshje dhe elementet fantastike të tyre, kemi ftuar zonjën Mirela Dragusha, e cila është një herësh mësuese e historisë në Lezhë. Ka udhëtuar sot nga Lezhë, na ka bërë qefi, na ka nderuar dhe duke qenë se është pjesë e stafit që po përpiqet ta kalojnë këtë veshje në UNESCO, e njeh më së miri, kështu që informacioni është i saktë edhe në aspektin e etnografisë dhe të fushës që mbulon. Këtu jemi te cila veshje? Faleminderit ndrall për ftesën edhe për mundësinë që na jepni për të promovuar tashmë këtë veshje që është shumë e lashtë, kisha më thënë, duke pa edhe detajet e saj. Edhe grupi intelektual të Zadrimës po bën një punë kolosale e ka bërë dhe po bën vazhdimsi që kjo veshje të marrë rrugtimin drejt UNESCO-s, tashmë është në ministri atje në Tiranë dhe shumë shpejt ne po shpresojmë që ditët të jenë sa më shpejt që ne ta çojmë atë në dyert e UNESCO-s, pse jo dhe të jetë pjesë e hollëve të UNESCO-s. E meriton veshja e Zadrimës por nga gjithë elementet dhe në thoj zaf fanatizmi me cilin e kanë ruajtur banorët e Zadrimës. Atëherë, këtu jemi? Tu kemi këmishën, që është një këmishë nuse zadrimore, është material me cilin është punu duket nga pjesa pamje së parë është prej linjit, që do thotë është një veshje e vjetër tashmë, duke qenë se linji është ndër materialet me të cilat veshjet janë punuar në kohët më të hershme, sepse pambuku dhe mëndafshi kanë ardhur më vonë në Shqipëri, edhe pse pastaj janë kultivuar këtu në vendin tonë. Është këmishë nusja ka vesh në ditët pas dasmës, pra tregon edhe ngjyrat e kuqe që ajo ka, që dihet që ngjyra Zadrimës simbolizimi i saj është e kuqja. Sepse ditën e dasmës nusja ka vesh këmishat prej mëndafshi që janë pothuajse, jo pothuajse po janë 100% mëndafsh. Ose si thona ne anë munashe 100%, sepse munashi pastaj është nxjerrë nga krimi mëndafshit. Në zonën e Zadrimës, që kemi me fat që kemi edhe sot në laborator. Po, për t'ia sqaruar të gjithë teleshikuesve, gjithë cikli i veshjes bëhet në Zadrim. Komplet në Zadrim. Ju nuk keni shkuar në një vend tjetër, e keni blerë, e keni sjellë. Gjithçka është të bëme me dorë grave zadrimore. Bravo. Artiste kështu 100%. Atje, kjo veshje ka pjesë, sepse ka elementa brenda saj, ka pjesën e qafës, që veshje prerja që ja ka është prapë tregon një projekt të lartë që shkojmë shumë herët në histori, forma, dhe edhe kjo këtu dhe vendosja e qëndismave, që qëndisma pastaj kanë detajet e veta, përdorin element si urat, krimbat, kokrizat apo sheqerat që i quajnë gratë zadrimore. Po, tantila është bërë me dorë, është bërë me dollë, me gjilpër. Fantastike. Ndërsa pjesa tjetër e këmishës me të zgjedhë. Pjesa tjetër është me të zgjedhë ose veksi thona ne. Është këmish me anë, quhet, është vendosja e init e tymnit që janë që në momentin e endjes, ky model, nëse do të shikosh një proces endjet në një grua zadrimore që po bën,
ti mund të arrish me pa me sulir krejt këtë model. Pa modeli nuk është se nxirret në të zgjat direkt, në veg, por është që në endi, që do thotë procesi, gruaja mendon modelin e një këmishe apo një boqe apo diçka që në momentin që ajo fillon me end pejtë e parë. Qartë. Janë ngjyrat e hapta në veshjen e zadrimës. Kombinon edhe me të errtën edhe me të kuqen, po dominon në e hapur. Edhe kjo ka stadet e veta, dihet se një nuse ka ngjyra të nezurna, pastaj një mosh tjetër pak më thyrë, fillon dhe zbardhet. Ai bën më të hapura? Absolutisht. Jo më të errta? Jo më të se ne kemi u pla gruaja. Jo. Mbyte me grime, bëjnë kafe me të zezë. Jo, e keni të kundërta, më pëlqeu kjo. Kjo tregon që gjithmonë kena mbrana të shpirtin për jetën, për detajet që ka veshja. Po. Dhe detajet që ka veshja pasqyrojnë simbolet jetës, siç është kjo pjesa këtu. Qaftufza që ka simbole, nuk është rastësisht ajo që ndisje. Jo, ka simbole. Ka simbole. Për shembull, rombet, trekonçat janë simbolet e pjellshmërisë. Vërtet? Jo, nuk e di këtë. Kështu që këto detaje gjem të veshjes dhe mo që na çojnë shumë herët në histori. Kemi edhe një element tjetër që këto quhen fudullet, në fakt nuk janë të punuar prej durve të grave, por kanë kënë zanaqit në qytetin e Shkodrës. Ka pas i bashkëpunim. Tani mos u bëni edhe ju 100% zadrimor. Jo, këto janë prej metali, dhe me thënë, nuk është prej veku, sepse veku është metal sermi ose, dhe me thënë, argjent ose ari, të punuar me filigram komplet, të cilat i kanë dhënë veshjes edhe një bukuri edhe më të madhe. Fudullet vendosin zakonisht e leku i mirë që quhet, që veshet në pjesën e kraharorit. Në pjesën poshtë kraharorit. Që nuk ka funksion vetëm zbukurues, por pak ndihmon gruan për të ngritur kraharorin, domethënë që pjesët e stolive, që ajo ka më shumicë dhe shumë të bukura, ti qëndrojnë bukur. Domethënë dhe të jenë në pa, në dukje. Pra krijojmë atë përshtypjen që veshjet kombëtare janë të mëdha, nuk e nxjerrin shumë belin, po tani me këtë që theti tregove shumë joshje. Ne kemi elegancën mbrana veshjes. Zakonisht janë punu në Shkodër, por ka pas raste që edhe në Prizren, me ato qendrat punishtet artizanale të filigramit, janë me gur të çmueshëm, edhe rozetat që janë kombinimet e luleve të ndryshme që veshën. Do kalojmë edhe tek një veshje tjetër? Atëherë kjo është një veshje për fëmijë, që zakonisht është vesh ditët festive, kryesisht për dasmat, që zakonisht kur fëmia zgjidhet djali, që shoqëron krushit për të marrë nusen, edhe i zgjidhen edhe veshjet më të bukura për te, sepse këtë tregon edhe detajet që janë të qëndruar me kryqe, që këto janë pjesë edhe të grave zadrimore. Kryqi si është simboli përkatësisë fetare që zadrima e ka prej shekujsh. Modeli kësaj ndryshe nga modeli që sapo pamë përpara, kjo është një këmishë harkate, që do të thotë është kombinim midis pambukut edhe me ndafshit. Edhe dallohet edhe nga forma që ka, struktura që ka veta e që është në Po, janë rezistente këto këmisha se kam përshtypjen, më ka qelluar edhe që ti prek duke goxha të forta, dhe kur më thot dikush për shembull ka 100 vjet kjo, dhe më duket gati e pabesueshme sepse është një gjendje shumë të mirë. Kryesisht me ndafsha është pak më delikat, që se do t'i kushtohet shumë kujdes sepse ai lidhet edhe me ndikimin e kushteve atmosferike, por pambuku, linar që rezistojnë edhe më shumë, pastaj gratë kanë qenë shumë kujdesshme edhe janë kujdes në mënyrë vazhdueshme për ruajtjen e tyre në arka, duke mbajt larg lagështirës, kondensim e tjerë, por kanë ditë edhe këto ana teknike që t'i ruajnë bukurinë e veshjes tyre. Tani unë nuk mund të kaloj, nuk e di nëse do të kemi edhe më vonë, po jo, para se të kalojmë atje duhet merrem pak me ju. Mua më pëlqen si ka ardhur sot e veshur në këtë intervistë. Një shall që është vendosur? Po, kjo është riza. Riza. Që e quajnë gratë zadrimore vendosin në kokë, e lidhin format ndryshme, do të thonë ka disa forma sipas moshës. Është e prodhuar në ditët tona, kam përshtypjen. Po sa e bukur. Ka mund t'i ketë 60-70 vite që. Ai ka kjo, në gjendje kaq të mirë, kaq të re? Po ashtu, dhe unë jam shumë e kujdesshme për jashtëzakonshme. Domethënë ne duhet të marrim leje kur e prekim. Kjo quhet me melez, sepse është vetë lloji i fijes së ndafshit që përpunohet. Edhe ka detajet zogj që quajnë rizë me zogj. Pra vetë kombinimi zogj lule, domethënë quhet rizë me zogj. Kjo prodhohet sot, nëse ne porosisht. Pra ky model çdo gjë që shikon këtu. Këtu është sot prodhohet. Okej, se për shembull është zhubleta, por nuk prodhohet dot, më shumë e vështirë, ndërsa ju vazhdoni. Ne kemi fatin që provojmë aktualisht edhe sot. Është ruajtur djebërja si në kohë të vjetra. Pa kaluar fare në procesin e fabrikës, e gjitha në të zgja prej druri. Asgjë
industriale. Asgjë e marrë dhe e sjell. Jo, në mënyrë absolute. Po, këtë do këmgull prapë edhe tek shalli. Ju e vendosin gjithmonë kështu apo keni ardhur vetëm për hatër të emisionit? Për sot edhe në rastin kur ne kemi sa promovim të mirë pas ke bërë, shumë bukur. Është hera parë që unë këtë përdor në këtë formë. Ua, fantasie, nuk do ta prek fare. Ndërkohë që keni vendosur edhe në krahun tjetër? Sepse unë punoj gjëra kështu. Që ti vendos këto në xhaketë si një simbol nga Vjen, për aty identifikohesh. S'më ka shkuar mendja. Ti e ke traditën në shpirt, me sa kuptoj unë. Po, jam lind në familje zëdrimor, prej gjyshes që unë kam pa me sytë e mi, duke bë vek, duke rënë pej. Ju vetë punoni? Jo. Jo, por vetëm thjesht kam mbetur kujtimi dhe dashuria për këtë lloj tradite. Dhe këtu jemi edhe një element tjetër që është vendosur. Është dhe strajca që quajmë ne, çanta pra në kuptimin modern, që është i punu me gjitha në të zgja me materialin e lekshit, pra në vek. Edhe këtu modelet bëhen nëpërmjet init dhe tymnes që kombinohen fjes gjatësore dhe fjes tërthore, që gratë dhe morë pastaj shprejnë gjithë talentin që ato kanë, fantazit. Këtu në këtë rast kemi vetëm kombinimin e rombeve ose trekëndshave, por ka edhe modele me zogj, me vija tjetër. Pra varet nga dëshira e gruas dhe gustoja e saj. Janë shumë të rëndësishme. Po harmonia e ngjyrave më pëlqen. Ka një harmoni shumë bukur ngjyrave. Edhe kjo na lën me kuptu që gruaja zëdimore përveç se ka punuar gjithkohës, por ka qenë shumë si zoj tamam kur ka dalë për të shetit, kur ka shkuar. Okej, është dashur dhe çanta. Në detaje deri më të vogël. Jam shumë kurioztare ç'fuste në këtë çantë. Gjithçka. Shkon me nejt diku. Në i peshesh i vogël me gjë që i duhet. Të gjitha i ka zënë aty më së miri. Atëherë këtu kena dy elemente të tjerë të veshjes. Bjen prapë në sy ngjyra kuqe që për zadrimin është tradicionale kryesore dhe që identifikon mbase shpeshherë. Po shoh dhe çorapet e kuqe dhe përdore shumë herë shprehja për zadrimorët çorape kuqe. Është tradicionale. Do të thonë çorapet verdha nuk veshin asnjëherë ata, vetëm të kuqe? Vetëm të kuqe. Janë të hollë, tentojnë gjithmonë te kuqja. Gjithmonë flas për nuset, se këto janë modele më shumë i nuseve. Kur fillon stadiet e tjera të moshës, domethënë të pleqërisë, pastaj ato zbehen në ngjyra, në modele, bëhen më të thjeshta, vishin çorapet të një punimi më të thjeshtë. Këto janë më shumë çorapet e nuseve. Okej. Sepse nusa është pastaj veshja nusë është edhe ajo që kryeson gjithë punën kolosale të një zadrimore. Bravo. Quhen çorape me zogj sepse unë ndjej se ke shumë informacion, ashtu si zonja Rita për të treguar, por ne do të kemi një hapësirë të posaçme. Po, boçja ka këto elemente kështu, se ndryshe nuk do të përfundojmë, më shumë e veçantë, por është teknikës me dy liç, domethënë që punohet, kjo është me vija, thjesht nga pamja, por këtë ka detaje të veçanta, sepse punimi këtu ndrysh nga punimi që kishte këmisha, është punim më i veçantë, është i ngjashëm atë që këmisha kishte te pjesa. E njihke jashtëzakonisht mirë këtë fushë dhe më vjen mirë që ju patëm sot këtu për të na i shpjeguar. Të gjithë rishikuesit do kenë mundësi që të shikojnë jo vetëm xhubletën apo elemente dhe veshje të zadrimës, janë edhe veshjet e vjetra të gruas shkodrane, pra që në kohë të vjetra, se si i kanë pasur, por për këtë duhet të vini në katin e tretë të Grand Hotel Europës dhe shihoni këtë ekspozitë fantastike, duke parë nga afër veshje origjinale. Një urim të fundit për të gjithë teleshikuesit. Atëherë faleminderit ju, mirësim punën tuaj edhe për të gjithë shqiptarët, ose si thona ne gegnish për tanë shqiptarët kudo që janë. Edhe marsi e bekime për këtë vit të ri që po vjen, e suksese edhe këtij hotelit mrekullueshëm që na dha mundësinë që jo vetëm ne ta shpalosim atë çfarë kemi punuar dhe çfarë po punojnë sot gratë zadrimore, por edhe për gjithë vizitorët e tjerë, turistat, të marrin pak kur shkojnë në vendet e tyre diçka nga kultura jonë që vërtet e kemi shumë të pasur, etnografinë, artin dhe gjithçka. Faleminderit, suksese mbarësi dhe uroj që veshja e zadrimës të hyjë në UNESCO. Presoj shumë shpejt.